Mas shpejt patriot. Një duat trokitje madhe për kryetarin e Prishtinës për Parim Roma. Ju falemnderit nga zemra, dega e dytë, dashur e shumë të respektuar qytetar të Prishtinës, veprimtar të lidhjes demokratike i dashur për Parim, të falemnderit për këtë prezantim, për këtë thirrje, për këtë kushtrim. Të falemnderit edhe një herë për fitoren e madhe që i dha LDK-sëve të Prishtinës në zgjedhjet e fundit lokale. Na prim barë në 4 vite të ardhshme në kryeqytet, na prit drejt dhe një ndihmë e madhe do të vjen dhe nga qeveria qendrore pas 28 dhjetorit pas një dyshim. Po flasim nga kryeqyteti i Republikës, i cili ka jo vetëm histori brenda vetës, po ka edhe dëshminë e madhe se Prishtina gjithmonë ka ditur të zgjedhë marrë e mirë, ka ditur të zgjedhë drejt, dhe Prishtina në zgjedhjet e fundit lokale na dha një fitore të qartë, na dha një fitore të pastër, na dha një fitore të padiskutueshme. Pas 12 viteve, LDK u kthy si partia e parë në kryeqytet dhe për Parim Roma mori edhe 4 vite të tjera mandat. Prandaj ju falemnderit nga zemra për këtë mbështetje. LDK. Dhe për të thënë thjesht, gjatë 4 viteve të fundit, Prishtina jo që nuk është ndihmuar, Prishtina është bllokuar, projektet janë dalur, investimet të mëdha janë sabotuar, vendimet komunale që i merrte LDK-ja dhe përparimi janë penguar. Kryeqyteti pa asnjë dyshim është trajtuar si një kundërshtar politik, jo si një qytet e kryeqytet i Republikës Kosovës. Koha e pengesave, blokadave e sabotimeve ka marrë fund. Koha e ndihmës për Prishtinën po nis. 10 ditë nga sot Prishtinë do të kesh një qeveri që ndron krah bashkë me juve për Parim. Parët kemi me i qit 1.5 miliard për Prishtinë. Janë 1.5 miliard projekte të mëdha kapitale për kryeqytetin. Bëhuni gati e para për mësimin tërditor në secilën shkollë të Prishtinës, plot 200 milion euro për mësim tërditor që fëmijët e Prishtinës të mësojnë secilën shkollë pasi dallim gjatë gjithë ditës së shkollë. Bëhuni gati për investimin e madh. 29 kilometra unos të jashtme të kryeqytetit të Prishtinës, në mënyrë që qyteti
të përfundoj një herë e mirë kaosin urban, sepse vendimin e komunës dhe qeverisë qendrore do të japim projektin më të madh kapital në 20 vitet e fundit Prishtinë, unazën e jashtme të kryeqytetit, 300 milion euro investim për Prishtinën. Do t'ju ndihmojmë financiarisht, do t'ju ndihmojmë dhe me shpronësime, do t'ju ndihmojmë dhe me procedura tjera, do t'ju ndihmojmë me sesel ngaron që unaza e jashtme e kryeqytetit të nisë, zhvillohet, përfundoj për 4 vitet e ardhshme të qeverisë sonë. Prishtinës do t'i ndihmojmë në ato 60 hektar të ndora për parkun më të madh teknologjik rajon dhe jo vetëm për qendrën e madhe sportive që i vjen në Përnis, stadium i ri kombëtar, pallat i ri kombëtar, pishinë olimpike. Prishtina le të bëhet gati për lojrat mesdhetare të vitit 2030 si Nikoqire. Prishtinës do t'i ndihmojmë me spitalin e ri të Kosovës, një investim gjysmë miliard euro në kryeqytet, në mënyrë që Kosova përfundimisht të ketë shëndetësi moderne, me kapacitete të reja, me investime të trajtimit modern të qytetarëve tonë në shtetin e vetë. Pra po, Prishtinës do t'i ndërtojmë një spital të ri vetëm për Prishtinë dhe një spital të ri kombëtar për gjithë Republikën e Kosovës. Gjitha këto investime 1.5 miliard euro për kryeqytetin tonë. Por më lejoni që këtu në Prishtinë t'i jap disa zotime edhe për te kryeqytetit, që janë për gjithë Kosovën, janë dhe për qytetarët tonë. E para me zotimin e plot për rritjen e pagave për gjithë mësimdhënësit tonë, paga në qeverisjen tonë për një mësues do t'jetë mbi 1.000 euro në qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mësues të paguar, shkolla me mësim tërditor e ardhme e sigurt për fëmijët tonë. Po ashtu, çdo polic, çdo ushtar, çdo zjarrfekës në Republikën e Kosovës do të ketë pagë 900 euro, gjithsa infermierët dhe mjekët do të kenë paga 1.000 përkatësisht 1.200 euro në muaj. Këto janë rritjet e koeficientit 150 për secilin njeri që punon në shtet të Kosovës. Pensionistëve tonë, shtresës më punëtore që ka bërë Republikën e Kosovës, ajo që është sot, që ka dhënë kontributin e Sarakavicën më të madhe, do t'ju dali me mbështetje financiare me qeverisjen e re. Pensionet do të rriten nga 150 euro sa janë sot në plot 300 euro brenda 3 viteve të para, rritje 100% për pensionistët tonë. Lejoni t'ju zotojmë këtu, po ashtu se të rinjve të Kosovës do t'ju japim programin kombëtar të garantimit të punës. Çdo i posa diplomuar, ku do në Kosovë, sigur se në Prishtinë dhe çdo qytet tjetër, do ta ketë të garantuar punën për 6 muaj të parë të plot me pagë 500 euro në muaj. Pra këto janë projekte thelbësore ndihmuese për qytetarët e Kosovës. Por LDK-ja nuk ka vetëm mbështetje financiare, LDK-ja ka dhe projekte të mëdha kapitale. Përveç unazës së kryeqytetit, do të nisim e përfundojmë çdo rrugë që nis nga Prishtina në secilin qytet tjetër të Kosovës. Rrugën Prishtinë-Llap do ta përfundojmë sa më parë brenda vitit të parë. Rrugën Prishtinë-Mitrovic, rrugën Prishtinë-Pej do të jenë prioritete nacionale që Prishtina të jetë e lidhur me secilin qytet në Kosovë në distancë jo më të largët se 40 minuta. Pra, këto janë zotimet e LDK-s, këto janë projektet e LDK-s. Unë ju ftoj të mbështesni listën tonë, të ndihmoni kandidatët tonë, të ndihmoni shtëpinë tuaj politike, Lidhjen Demokratike të Kosovës, numrin 1, 2, 3 dhe kandidatët nga 1 deri në 110, secili më i mirë se tjetri. Por në këtë drejtim, s'kam se si mos them se votoni 10 nga 110 kandidatët, por fillimisht votoni kandidatët e djegës suaj. Hajde Prishtina! Ku energjia?
Kjo është ajo që duhet, kjo është ajo që duhet. Faleminderit nga zemra për këtë energji fantastike sonte këtu. Prishtina ka ditë gjithmonë kur me fol. Gjithmonë. Ka ditë me reagu, edhe ka ditë kur me dënu me vot ata që sabotojnë, ata që blokojnë. Prishtina po flet prap kundër blokadave, kundër arrogancës, kundër mos respektit ndaj institucioneve. Me 28 dhjetor, zoni Prishtinës duhet me uni kështu, fuqishëm me vot për lidhjen demokratike të Kosovës. Nuk e kemi në një qytet të zakonshëm, kryeqyteti është i jashtëzakonshëm. Prishtina gjithmonë ka zgjedh me përgjegjësi dhe ka qëndru besnik ndaj vlerave shtetformuese, ka qëndru besnik ndaj lidhjes demokratike të Kosovës. E keni po, qka janë mundu me i bo Prishtinës? Për 4 vjetë janë mundu me sabotu, janë mundu me bloku, janë mundu me bo gjithë shka për me nolë zhvillimin, po Prishtina nuk nolet. E këtu me këtë energji, duhet me dhonë zoj fuqi krejt Kosovës me doktor Lumir Abdizikun si kryeministër. Edhe një forcë me 28 dhjetor. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, ka nevojë për njerëz që e njohin shtetin, që e respektojnë ligjin dhe që dinë me udhëheq. Ka nevojë me u kthy ata që i kanë ndërtu institucionet, ka nevojë për lidhjen demokratike të Kosovës. 1, 2, 3. Prishtina e gjithë Kosova ka nevojë për Lumir Abdizikun kryeministër. E ka nënshkruar një kontratë, e monin me 1.5 miliard. E kur të bojmë kryeministër, a e din që kena mi thonë? Që ti paret kryeministër? Që ti paret? Duhet me zhvillu Prishtinën, me zhvillu Kosovën, para meno që a bojmë me 1.5 miliard. Unozën e kryeqytetit, shotin olimpik, shkolla, qerdhe, fusha sportive, paramendone Prishtinën me një qeverisje qendrore të lidhjes demokratike Kosovës në krye me Lumir Abdizikun. Prandaj ju falenderoj nga zemra që Prishtina e ka dëshmu besimin ndaj lidhjes demokratike, hajde së bashku edhe Kosovën me dëshmu besimin ndaj lidhjes demokratike. E ftoj edhe njerë për parimin këto bashkë me mua që të prezentojmë kandidatët e degës së dytë, ata që nesër do të jenë deputetët e rinj të Kuvendit të Republikës Kosovës. Me Eduard Rokiti Thjuja e ftoj me numër 105 Sevdia Abazin. Me numër 14 Berat Rokishin. Me numër 39 Jetër Afuna Sani. Me numër 8 Jeona Lushaku Sadrio. Dhe me numër 34 kryetari degës Florian Dushe.